Gjaku, jemi live nga komanda e përgjithshme, këtu ku mblidhen të gjitha të dhënat e curisë së procesit dhe përfitoj nga rasti t'i them të gjithëve që nuk kanë shkuar ende të votojnë, të shkojnë të votojnë. Është e domosdoshme që vota të hidhet, që vota të mblidhet, që vota të numërohet dhe që ti që mund të votosh të mos mungosh. Është një detyrë qytetare, është një detyrë shoqërore, është një detyrë patriotike. Kështu që votoni me qetësi, me pak durim edhe me bindjet tuaja votoni. Ju gjinë deklarata e Ramos për pjesëmarrjen votime? Ndryshim, e kam pa disa heqje kopjon Partinë Demokratike, kështu që besoj edhe kjo është një taktike vetë prap të kopjoj që thot hajdeni, aty ku thoshte mos votoni, ndani të dashurit tuajnë që se nuk votojnë Partinë Socialiste, tashti e ndroj, faktikisht ka një të drejtë, njerëzit duhet votojnë edhe unë do bëha thirrje kush nuk ka votu të votoj, por nga zoti Rama i presim gjitha. Flogert, është normale thirrja, është vëre një pjesëmarrje të ulët Rama, apo është një thirrje krejt normale në një ditë votime? Dëgjoj, për të thënë. Sepse më komentua në pjesën e parë që pse kur shkoj për të votuar nuk i tha njerëzve dilni për të votuar. Qartë, po te i emocioneve politike, për të thënë kush është i mirë, kush është i keq, s'është fare dita sot, shqiptarët e dinë vetë. Rama ka thënë që në mëngjes, jo me video, por me një postim që votoni. Pra, të gjithë liderët e partive politike sot këtë punë kanë. Dhe mbaj mend Basha, Kryemadhi, Rama, në çdo palë zgjedhje. Çdo orë, çdo një orë, po pas orës 3, pra orët e fundit, dhe unë me shumë gjas do filloj të ndodhi nga dy palët siç ka dalë doktori dhe nga socialistët, ndoshta ne s'do jemi këtu, por mund të më konfirmohet ose të më hidhet poshtë nesër, se mund të jemi prap nesër ose pas nesër këtu. Këtu do jemi. Që jam i bindur që palët do bëjnë këtë gjë. Do bëjnë thirrje për të dilni votoni, sepse ata që nuk kanë shkuar akoma, nuk janë ata të doktorit apo vetëm ata të Ramës. Mund të jenë edhe dikujt të shehajt, të lapajt, të tjetrit, pra të gjithë këtë punë kanë sot. Aq më tepër sigurisht bie dakord me parasysh që partitë kanë dhe listat e tyre, kanë dhe llogari që i bëjnë për çdo qendër votimi. Eksaktësisht. Pavarësisht se kush. Po pra thirrja vjen sepse shikojnë që njerëzit e tyre nuk shkojnë për të votuar apo është normal. E tha Aveniri, më duket, po Aveniri e tha që sigurisht pjesëmarrja e lartë si parim, si tradit, favorizon opozitën në çdo rast. Por këtu pastaj është debat tjetër, se këtu te ne mund favorizohet opozita në kuptimin e pjesëmarrjes, por disfavorizohet për shkak të fragmentarizimit, të ndarjes. Është një debat që e kemi bërë mjaftueshëm, besoj nuk është sot dita për ta bërë. Por besoj që këtë thirrje që ka nisur Rama tani, Partia Socialiste do e bëj çdo orë, siç do e bëj çdo orë Partia Demokratike. Për këtë jam i bindur sepse janë të pjekura politikisht për ta bërë këtë. Shtypen se rreziku më i madh që është i këtyre incidenteve, se po dëgjojmë apo lexojmë tani vazhdimisht orë pas ore, për shembull Pogradec ka patur incident të ri, në Dibër po ashtu prap, në Lushnjë, në Karbonare ka patur. Në Dibër kanë qenë dhe mes njëritit kah politik. Fotografimet e votës dhe arrestimet, të gjitha këto nuk janë zhvillime që e ndihmojnë pjesëmarrjen. Pra, dhe një votues jo shumë i angazhuar politikisht, mund të stepet dhe kjo është shqetësimi im kryesor në këtë rast, domethënë incidentet, rritja e tensionit, këto përplasjet e vazhdueshme gjatë ditës së votimit, domethënë do të dekurajojnë ata qytetarë që
ndoshta e kishin me dy mendje për të dalë. Prap janë raste shumë sporadike për të frenuar në masë qytetari për të shkuar për të votuar. Disa qarqe po bëhen shumë dhe është shqetësuese domethënë. Dua të ndalemi edhe tek qarku i Fierit për ta komentuar pak avenëri sepse pas pak do të jetë edhe drejtuesja e qarkut Belinda Balluku që do të afrohet pra gazetarëve, do të ketë në mos gaboj ajo një prononcim për mediat, po si të duket qarku i Fierit deri tani është në nivelin e 28.43% përsa i përket pjesëmarrjes, edhe është qarku i dytë pas Tiranës që prodhon numrin më të madh të mandateve. Duke mos pasur shifrat e zgjedhjeve të kaluara për t'i vënë kontekst dhe për t'i gjen direkt Flogerti. Ajo çfarë di unë është që Fieri ka qenë një ndër qarqet më problematike dhe vetë Belinda Balluku në fakt ka qenë ndër personet më problematik gjatë kësaj fushate, me Cenoklosin, me gjithë drejtorët e saj në varësi, të cilët janë zhvendosur të gjithë nga Tirana në Fier, duke përfshirë edhe disa banda të krimit organizuar që janë eksponent në Fier. Kemi parë dje edhe biznesmen të lidhur me leje të ndërtimit dhe me tendera që janë kapur duke shpërndar para. Unë besoj që Fieri është një nga qarqet më problematike, për shkak se zëvendës kryeministri është atje bashkë me bandët. Ndjes, 45.5% ka qenë totali në Fier në zgjedhjet e 2021-shit, më thot Ervin Silna që po na ndjek live nga Fieri. Duhet parë ajo shifër në kontekstin e listave që ishin në 2021. Listave, duhet parë edhe njerë në kontekstin e listave, sepse e tash edhe njerë, numri që deli pjesëmarrjes del nga numri totali i votuesve, që në këto zgjedhje është 3.7 milion. Çështja, ajo çfarë ne nuk di, është që nga numri i të larguarve nga Shqipëria, nga 2021 deri në 2025. Pra ne dim se në total, nga 2012 deri tani janë larguar 1.1 milion shqiptarë. Ajo çfarë nuk dim është që nga numri i të larguarve, nga 2021 deri në 2025, sa votues janë? Më pak se 400.000 nuk janë. Sepse paka shumë e dim se, për nuk them dot një shifër të... 405.955 votues kanë qenë të regjistruar në zgjedhjet e kaluara, sot janë 22.000 më pak. Pa 22.000... Ndërkohë që votues të regjistruar nga diaspora 32.553. Tani, në shifra që flasin për pjesëmarrje, nuk janë pjesa diasporës. Pjesa diasporës shtohet më vonë. Ajo që po them unë është që numri më i vogël të pjesëmarrjes, edhe sikur të jemi në përqindje të njëjtë, ndryshon sepse numri i votuesve është më i pak. Unë po flas në rang republike. A është 400.000, a është 300.000, a është 500.000, është vështirë për ta thënë. Kështu që ka një logjik që po themi në përqindje se totale apo edhe në nivel qarku, numri i pjesëmarrjes është më i ulët. Ajo çfarë është e rëndësishme është që këta që janë këtu dalin të votojnë, sa ata që nuk kemi çfarë u bëjmë. Ata e kanë mbaruar, nuk e di, fletët do të pritën deri në orën 19. Në këto zgjedhje kam përshtypjen se ka pasur më shumë mundësi për angazhim të qytetarëve dhe për të rritur pjesëmarrjen, sepse e përmend edhe jashtë studios, domethënë, idenë që kaq shumë kandidatë në lista të hapura kanë dalë në terren. Pra gjithsesi ka patur më shumë kontakt me qytetarët se sa ka patur në zgjedhjet e 2021-shit dhe unë parashikoj që në fund të ditës ne do të kemi një pjesëmarrje diku më të lartë se sa 2021 edhe për këtë arsye. Sigurisht mund të ketë faktorë të tjerë që e ulin pjesëmarrjen ose i nxitin qytetarët të mos dalin, por gjithsesi në parim priten që këto zgjedhje të ketë më shumë pjesëmarrje edhe për këtë arsye. Pra në total në mos gaboj janë diku të 2400 kandidatë në gjithë Shqipërinë. Dhe këta njerëz kanë zbritur në terren. Jam dakord, por ajo çfarë unë për vete kam pikpyetje është që po themi përqindja e votës së heshtur në këto zgjedhje ka qenë më e larta në histori. Edhe sondazhet të cilat unë kam pikpyetjet e mia të mëdha vinë pa u futur tek to se kush ka influencuar sondazhet, por pasaktësia e sondazheve ka qenë pikërisht për faktin që nga 20 në sondazhet të caktuara deri në 40-45 në sondazhet tjera të pyeturve kanë refuzuar të përgjigjen. Dhe në moment që ti ke 40% të atyre që
i merr në sondazh nuk të përgjigjen, çfarë lloj rezultati është i pa parashikueshëm. Dhe kyçi i gjithë kësaj, prandaj kam ngul tek pjesëmarrja, kyçi i gjithë i kësaj është që vota e heshtur, unë e quaj votë heshtur, nuk e quaj votë të pa përcaktuar, domethënë kam përshtypjen që më tepër është votë e heshtur se sa numri atyre që nuk dinë se kujt do ja japin në momentin e fundit. Dhe për mua, në analizën time që i bëj në makro të gjithë situatës, është që nëse do ketë pjesëmarrje masive në votime, është pikërisht kjo pjesëmarrje nuk është nga militantët e dy partive, por është nga kjo pjesa e gri, e cila do bëj edhe diferencën kur vjen puna në rezultatin final. Kemi Mimozën, Mimoza Ibrën, e cila është në qarkun e Kukësit. Mimoza, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje, Mirdita. Ndërsa kanë kaluar gati 7 orë, më shumë se 7 orë nga nisja procesit të votimit, si paraqitet situata në Kukës? Në fakt, ndryshe nga raportuar kolegët e mi për qarqet e tjera, qarku i Kukësit rezulton më i qeti deri tani. Tu nuk ka as pretendime për intimidim të zgjedhësve, as pretendime për manipulim të votës, përveç një rasti të mbrëmshëm në fakt të raportuar nga policia e Kukësit për një kontroll të ushtruar në banesën e 2 mbështetësve të PSD-s, të cilët po tentonin të blinin vota. Një prej tyre është i arrestuar, ndërsa tjetri është i shpallur në kërkim. Ndërkohë, procesi i votimit po vijon normalisht për orëve të mëngjesit, përveç disa problematikave të hasura në orët e para të mëngjesit, të cilat tashmë janë të rregulluara. Aktualisht qytetarët po vazhdojnë të votojnë, në terren ka edhe përfaqësues dhe vëzhgues të OSB-s, të cilët vinë nga qendra në qendër për të kryer monitorimin e tyre. Gjithçka po vazhdon normalisht. Ndërkohë që e njëjta situatë është edhe në Bashkinë e Kukësit, në Bashkinë e Tropojës dhe në ato të Hasit. Për të ndalur pak tek pjesëmarrja, deri tani me referuar të dhënave zyrtare nga KQZ-ja, deri tani në qarkun e Kukësit kanë votuar vetëm 28% e qytetarëve të cilët janë në vote, dhe krahasuar me vitin 2021, kjo shifër është më e ulët, rreth 10% më e ulët. Në 2021 pjesëmarrja deri në kohën e ditës ishte 38%. Okej, të falenderoj Moza për këto informacione nga qarku i Kukësit. Ndërkohë shkojmë edhe një herë në Fier, aty ku është Belinda Balluku, e cila është edhe drejtuese e qarkut e Partisë Socialiste në qarkun e Fierit, që po shkon në këto momente për të votuar. Besoj se pas procesit të votimit do të kemi edhe një prononcim për mediat nga zonja Balluku. Ndërkohë, njoftohemi nga gazetarët në terren që është një tjetër rast i fotografimit të votës, është një 34 vjeçar nga Tirana, i cili pasi e ka fotografuar votën e ka publikuar atë edhe në rrjetet sociale dhe është arrestuar. Deri në 3 vite, 3 muaj deri në 3 vite është dënimi për veprën penale të fotografimit të votës, kështu që edhe njëherë për qytetarët shkoni votoni, mos e fotografoni votën, e aq më tepër ta publikoni edhe në rrjetet sociale. Një autogol kështu i tmerrshëm. Nuk besoj se është çështje snobizmi, domethënë fotografimi i botës, por detyrim për disa. Po edhe për ta publikuar në rrjetet sociale, se pastaj kjo kalon. Si ishte ky rasti? Po kam përshtypjen se një pjesë e qytetarëve bëjnë nga detyrimi këtë, duke marrë parasysh dhe penalitetin që është, që parashikon ligji, dhe kjo është fatkeqësi që ndodhi në Shqipëri në 2025. Por duhet kenë parasysh që në burg shkojnë ata, jo ata të cilët i kërkojnë që të fotografojnë votën. Ndërkohë gjatë ditës së sotme ka pasur edhe një prononcim të kreut të Partisë Social-Demokrate, zoti Tom Doshi, i cili është i vetmi lider politik nga të gjithë ata të cilët garojnë në zgjedhjet e 11 majit, i cili ka kandiduar në qarkun e Shkodrës, ndryshe nga zgjedhjet e 2021-shit ku kryetarët e partive mund garonin disa qarqe, në këto zgjedhje është i përcaktuar vetëm një qark. Të gjithë kanë zgjedhur Tiranën përveç zotit Tom Doshi, i cili ka qenë në qarkun e Shkodrës dhe ka deklaruar që do të kenë një rezultat surprizë në këtë zgjedhje. Ka përfunduar votimi i Belinda Balluku, drejtueses politike të Partisë Socialiste për qarkun e Fierit, qarku i dytë më i madh në vend, 16 mandate deputetësh prodhon ky qark, ndërkohë që në zgjedhjet e kaluara vota ka qenë e ndarkur, 9 mandate i ka marrë Partia Socialiste.
ka një lloj pritshmërie nga socialistët, nuk e di nëse Flogerti mund të na ndihmojë më tepër me informacionet për të rikthyer në rezultatin e 2017-s kur kërkojnë të marrin mandatin e 10. Nuk e di se si do të përkthehet vota e opozitës, sepse ka pasur në zgjedhjet e kaluara një ndarje mes Lëvizjes Socialiste për Integrim të Partisë Demokratike, komuniteti Çam është një tjetër komunitet i rëndësishëm aty, po se si do të jetë edhe vota për partitë e vogla ngele për të parë. Fillimisht dua t'ju falenderoj të gjithë gazetarëve dhe operatorëve që po mbuloni në qarkun e Fierit këtë ditë kaq të rëndësishme për procesin e votimit. Në ndërkohë do t'i bëja thirrje të gjithë shqiptarëve që ta përdorin votën e tyre për të votuar sot dhe mos ta çojnë dëm, pasi siç e dim shumë mirë është një përgjegjësi qytetare e cila duhet ushtruar në një sistem demokratik ashtu siç është Shqipëria dhe me të gjithë aspiratën tonë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Pikërisht këto mend zonja Balluku, jemi mësuar që zakonisht drejtuesit politik janë që në herët që ushtrojnë të drejtën e votës. Për të thënë drejtën, drejtuesit politik kanë për detyrë të drejtojnë qarkun e tyre, kështu që unë kam qenë gjatë gjithë ditës së zënë, duke ndjekur gjithë procesin, duke qenë se s'ka qenë dhe një proces shumë i qetë në qarkun e Fierit, pavarësisht se Partia Socialiste ka bërë më të mirën për të respektuar dhe për të mos thyer në asnjë moment kodin zgjedhor. Dhe duhet përgëzoj të gjithë kandidatët e listës Partisë Socialiste për sjelljen shëmbullore që kanë pasur gjatë ditës sotme dhe që do të kenë deri në fund të këtij procesi, gjë e cila besoj që ju e keni faktuar vetë, sepse kanalet tuaja kam qenë duke ndjekur deri tani, nuk është respektuar nga kandidatët e partive të tjera. Ka pasur në fakt pretendime nga Partia Socialiste reagim për një mbledhje të dhënave dhe provave për kryetarin e PD-s në Fier. Çfarë pretendoni, si do të vijoni me këto shkelje që ju konsideroni për krime zgjedhore dhe nga ana tjetër si përgjigjeni palës kundërshtare, pra Partia Demokratike përgënjeshtron, thotë që nuk është e vërtetë qëndrimi që mbani ju dhe janë eksponent të Partisë Socialiste që janë duke monitoruar votuesit dhe duke mbajtur shënim për listat. Tani kjo është një histori e gjatë që na ka ndjekur gjatë gjithë fushatës dhe unë dua të them vetëm kaq. Ne flasim me fakte, me prova, me evidenca. I keni parë në për ekranet e televizioneve sot se si kandidatët për deputet të listës së Partisë Demokratike kanë dhunuar gjithçka nga kodi zgjedhor, duke u futur dhe jo vetëm qarkun e Fierit, e keni pasur edhe në zona tjera, kemi parë një shfaqje shumë të çmtuar në Vor apo kudo tjetër, janë futur në qendrat e votimit, kanë bërë presion mbi komisionerët, të gjitha këto janë të faktuara me video dhe me foto, edhe me dëshmitar madje, kështu që ne do të bëjmë atë që parashikon ligji, e kemi deklaruar këtë publikisht, janë kallëzime të cilat bëhen nga skuadra ligjore e Partisë Socialiste këtu në Fier, për gjitha rastet që kanë bëjnë me qarkun e Fierit, ndërkohë për sa i përket deklaratave të Partisë Demokratike, për të thënë të drejtën, as nuk i lexohet fare, sepse nuk kanë asnjë pikë të vërtetë dhe është humbje kohe që t'i lexosh. Sot do desha të edhe një gjë tjetër, unë i bëj thirrje të gjithë votuesve të herës parë, pasi kam edhe djalin tim sot që ka votuar këtu me mua, që të dalin të votojnë, sepse këto zgjedhje janë për ta më shumë se për këto. Shumë faleminderit. Ishte një pjesëmarrje deri tani. Avenir. Me që përmendi Vorën, du t'i them që ajo çfarë Belinda Balluku i referohet si incidenti shëmtuar, kishin përballë ish ministrin e Brendshëm me një bandë kriminale ndërkombëtare që dihet është publike, e cila operon si shtab elektoral i Partisë Socialiste. E dyta, ajo që vëre, ndoshta e shoh në këndvështrimin tim, është energjia që pasqyrohet nga kryeministri, edhe energjia që pasqyrohet nga Belinda Balluku është në kuotat më të ulta të mundshme. Më vjen mirë që dalin u bëjnë thirrje për të votuar. Kjo duhet na trëmbi Avenir. Kjo duhet na trëmbi, kjo qetësia. Energjia, thash, qetësia. Po pra, kjo energjia, kjo qetësia, kështu. Tash s'do bëj fushat këtu. Jo, s'po bëj fushat. Po bëj atë avokatin e djallit që reprit se këta urt, po kur t'ja gjejmë krismën ne,
Tani krismën e shofen, presim në deri. Pa tjetër. Presim deri atëherët, por tjetër gjë është vetë besimi, tjetër gjë është energjia e ullët. Por, kjo është një konstatim që thjesht e bërë nga gjua e trupit edhe nga ajo e komunikimit. Ajo çfarë më them është që qarku i Firit ka qenë një qark problematik në këto zgjedhje për shkak të përfshirjes. Dhe Belinda Balluku është drejtuese politike e atij qarku. Pretendimi i saj që nuk i dëgjoj se çfarë thot opozita është pallavër, sepse për atë punë është ajo, për të dëgjuar se kush janë edhe pretendimet e palëve dhe për t'ju kundërpërgjigjur pretendimeve të kundërshtarit. Gjithsesi, e shoh pozitive thirrjen e saj, pavarësisht e ka bërë me zemër apo jo, për të votuar dhe u bëj thirrje gjithë shqiptarëve që dalin të votojnë për ato që duan të votojnë. Mund të jap një shifër? Por të dalin të votojnë. Për Fierin do të një shifër jo, se arrita gjej orën 10 dhe jo orën 13, po s'ka rëndësi. Fieri, krahasuar me 2021-shin, është 3% pjesëmarrje më e lartë nga ora 10 me orën 10. Pra, në 2021-shin ishte 13%, sot ishte 16%, diçka e tillë, pra ka një rritje me 3%. Okej, shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi sërish në studio.